Ka mbi 3 ditë që në mediat e Tiranës është shfaqur një lajm për një mbledhje të ministrave të BE-s lidhur me Shqipërinë, si një paralajmërim ndaj Edi Ramës për çështjen Balluku. E vërteta është se e gjithë kjo është një lajm i spinuar nga qarqe politike opozitare, i përhapur në media pranë tyre, për një të ashtuquajtur vendim të ministrave të BE-s për rastin Balluku. Koela, pra ministrat e jashtëm, të brendshëm apo të drejtësisë së BE, nuk kanë diskutuar në asnjë mbledhje për Shqipërinë. Mjafton të shihet agjenda e portalit zyrtar të BE-s. Nga kjo agjend, bëhet e ditur se Shqipëria nuk ka qenë fare në rendin e ditës së mbledhjeve të 30 janarit, 4 shkurtit apo 6 shkurtit. Ndoshta ka sinjale nga qarqe të caktuara brenda BE-s që nuk e shohin mirë për plasjen e Edi Ramës me drejtsinë, e kjo është e njohur edhe në mjedise diplomatike. Madje një ambasador i njohur i një vendi shumë të fuqishëm të BE-s, në një diskutim informal, e ka ngritur këtë shqetësim, por kjo nuk ka pasur lidhje me çështjen e vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe qarqet diplomatike janë të vetëdijshme dhe e kanë shprehur hapur se si PS ashtu edhe PD po ushtrojnë presion mbi gjykatën kushtetuese për vendimin e pezullimit. BE-ja, por edhe SBA-ja kanë bërë presionin e tyre jo për rastin Balluku si padi, por thjesht kanë deklaruar se do të mbështesin si SPAK-un, ashtu edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, ndërkohë padinë e Edi Ramës për të rrëzuar vendimin e GJKO e kanë konsideruar si një çështje të brendshme të Shqipërisë. Kjo do thotë se e drejta e një gjykate për të pezulluar një ministër nuk është objekt diskutimi në BE. Nga ana tjetër, ambasadorët nuk e kanë mirëpritur gjuhën e përdorur nga Edi Rama, sidomos sulmet ndaj gjyqtarëve. Këto sulme, sipas diplomatëve europian, nuk lidhen drejt për drejt me çështjen Balluku, por me rastin e Akshit, pasi vlerësohet se Rama nuk dëshiron të lejojë hetuesit të afrohen drejt sekretarit të tij të përgjithshëm apo ndihmësve të tij. Madje ekziston edhe një material nga një mbledhje ambasadorëve që ilustron këtë shqetësim, të cilin e ka publikuar më herët pamfleti, por kjo broçkull për Koelan është vetëm një spin politik i nxitur nga numri 2 i PD-s për të ushtruar presion mbi gjykatën kushtetuese dhe asgjë më tepër. Koela e BE-s ka diskutuar vetëm për Ukrainën dhe Moldavinë, mbledhjet e 6 dhe 4 shkurtit, për shkak të zhvillimeve të rëndësishme atje, ndërsa në mbledhjen e 30 janarit është diskutuar për Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi, por jo për Shqipërinë. Nuk është as pak enigmë që BE-ja, veçanërisht Gjermania, si financuesi më i madh i operacionit të ONM-s, por edhe shtetet e tjera, kërkojnë një qasje jo sulmuese të mazhorancës ndaj drejtësisë dhe institucioneve të pavarura. Këtë e kanë thënë hapur. Në rastin konkret, ata nuk janë futur drejt për drejt sepse duan të përkrajnë pavarësinë e institucioneve. Është e vërtetë gjithashtu se diplomatët e BE-s kanë takuar anëtarë të gjykatës kushtetuese, por vetëm për t'u thënë se i mbështesin në pavarësinë e tyre. Lajmi i shpërndar së fundmi nga Gazmend Bardhi, i cili dukshëm ka një inat politik me Belinda Ballukun, që e ka mundur rënë në Fier, nuk ka asnjë konfirmim nga institucionet e BE-s apo nga kancelaritë e vendeve anëtare, është thjesht një spin për të ushtruar presion mbi gjykatën kushtetuese. Megjithatë, ka një të vërtetë në logjikën e dyfisht të eksponentëve të opozitës me qeverinë. Betejën politike e koordinojnë sipas interesave të klaneve dhe lobeve, jo mbi bazën e argumenteve apo kauzave reale opozitare.